Tani do të marrim një shembull. Të konvertohet numri decimal në binar. Për shembull, marrim numrin 165.237. Ky numër nga sistemi decimal duhet të konvertohet në sistemin binar. Së pari do të marrim dhe do ta bëjmë konvertimin e pjesës para pikës dhjetore dhe pastaj do të shohim pas pikës dhjetore. Thot marrim numrin 165 e pjestojmë me 2. Dhe do të kemi 2 në 165 shkon 82 herë. 82 herë 2 bën 164. 165 minus 164 mbetja është 1. Vazhdojmë, pjestojmë me 2. 2 në 82 shkon 41 herë. 41 herë 2 bën 82. 82 minus 82 mbetja është 0. Vazhdojmë, pjestojmë me 2. 2 në 41 shkon 20 herë. 20 herë 2, 20. 21 minus 20, mbetja është 1. Vazhdojmë, pjestojmë me 2. 2 në 20 shkon 10 herë. 10 herë 2, 20. 20 minus 20, mbetja është 0. Pjestojmë me 2. 2 në 10 shkon 5 herë. 5 herë 2, 10. 10 minus 10, 0. Dhe thot mbetja është 0. Vazhdojmë, pjestojmë me 2. Deri kur? Deri sa të fitojmë 0. 2 në 5 shkon 2 herë. 2 herë 2, 4. 5 minus 4, 1. Dhe thot mbetja është 1. Pjestojmë me 2. 2 në 2 shkon 1 herë. 1 herë 2, 2. 2 minus 2, 0. Pjestojmë me 2. 2 në 1 shkon 0 herë. 0 herë 2, 0. 1 minus 2, 1 minus 0, 1. Dhe thot këtu përfundojmë, se erdhëm të vlera 0. Dhe tash, numrin do ta lexojmë nga poshtë lart. Dhe do të kemi numrin 165 në sistemin decimal, do thot me bazë 10, do të mund ta konvertojmë në sistemin binar si 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 me bazë 2. Kjo është sa i takon pjesës para pikës dhjetore. Tani të shohim për pjesën pas pikës dhjetore. Do të marrim 0.237 e shumëzojmë me 2. Dhe tani do të kemi 0.237 herë 2 bëjmë 0.474. Dhe thot teprica këtu është 0 dhe prandaj shënojmë këtu 0. Vazhdojmë, shumëzojmë përsëri me 2. 0.474 herë 2 bëjmë 0.928. Teprica përsëri është 0. Vazhdojmë, shumëzojmë me 2. 0.928 herë 2 bëjmë 1.896. Në këtë rast kemi tepricë 1 dhe prandaj e shënojmë si 1, ndërsa këtu e bëjmë 0. Vazhdojmë, shumëzojmë përsëri me 2. Do të fitojmë 1.792. Dhe thot teprica është përsëri 1. Dhe kjo bëhet 0 dhe vazhdojmë të shumëzojmë me 2. Deri kur? Deri sa shifra kërkohet mbas
pikës dhjetore. Ne ndërpresim rastin këtu. Tani, leximi I numrit bëhet nga lart poshtë. Dhe për pjesën pas pikës dhjetore, do të kemi për 0.237 me bazë 10, do të mund ta konvertojmë numrin në 0.0011 edhe vazhdon në sistemin binar. Tani, zgjidhja e përgjithshme do të jetë: marrim numrin 165.237 me bazë 10. Ky numër do të na konvertohet në sistem binar si 1.000.011 me bazë 2. Dhe zgjidhja e përgjithshme, dhe zgjidhja përfundimtare, do të jetë kjo. Dhe thot, numri 165.237 me bazë 10 do të konvertohet në sistem binar si 1.000.001.0011. Dhe me këtë përfundon edhe detyra.